Qeveria e Maqedonisë ka miratuar projektligjin për stemën e re shtetërore. Simboli do të përmbajë një luan me ngjyrë të kuqe në mburoj të artë dhe një kuror në formë kështjelle në pjesën e sipërme. Stema e re është mbështetur edhe nga ministra shqiptar në kabinetin e Gruevskit, të cilët shohin edhe elemente shqiptare në simbolin e ri të Maqedonisë. Ndonse për nga pamja sipas analistëve, kjo stemë është shumë e ngjashme me simbolin e Partisë Maqedonase në pushtet VMRO-DPMNE, nga qeveria thonë se stema përfaqëson të gjitha bashkësitë etnike në Maqedoni. Simbolet kombëtare që kishte Maqedonia ishin të lidhura në mënyrat e rregullimit shoqëror. Mendoj se është më mirë për çdo shtet që simbolet kombëtare të mos lidhen me ngjarje aktuale, por në vlera të përhershme. Vendimin dhe arsyetimet e zyrtarëve të qeverisë, historiani shqiptar nga Tetova, Vebri Xhamaili, i quan skandaloze dhe thotë se ky simbol nuk përfaqëson elementin shqiptar. Një simbol shqiptar duhet të ketë patjetër sisteme e re, nëse duan ta respektojnë të gjithë sistemet të përbashkët të shtetit të përbashkët. Shumë analistë dhe gazetarë në Shkup kanë kritikuar jo vetëm vendimin e qeverisë për stemën e re, por edhe mbështetjen që ka marrë ky simbol nga ministra shqiptar në kabinetin e Gruevskit. Tani shtohet pyetja logjikshme, ku janë këtu shqiptarët? Unë di se ata do të gjejnë arsyetim se edhe Luami ka të bëjë diçka me shqiptarët. Dhe nëse nisesh nga kjo logjik, nëse e ve edhe një pul, mund të thuash se kjo e pula dhe shqiptarëve u sjell veç. Mirë po, këtu bëhet fjalë për frymën. Fryma në këtë shtet, 10 viteve të fundit, është frymë një etnike maqedonase me tendencë të përjashtojë dhe të eliminojë gjithë të tjerë. Nga partia shqiptare në opozit, PDSH thonë se problemet e këtilla zgjidhen përmes detnizimit të simboleve shtetërore. Një zyrtar i lartë i PDSH-s ka thënë se pavarësisht se tani të gjithë vërsulen ta shfrytëzojnë situatën për të zgjidhur këtë problem, çështja e simboleve paraqet një temë të veçantë në marrëveshjen politike të PDSH-s që tashmë është shndruar në platformën e kësaj partie. Projektligji për ndryshimin e stemës që kaloi në qeveri një ditë më parë duhet të merrë edhe miratimin e kuvendit, pasi për të ndryshuar simbole shtetërore nevojitet edhe ndryshimi i kushtetutës me 2/3 e votave të deputetëve. Riyad Murati, Top Channel, Shkup.